Në përgjigj i bjen si me pranun këtë sepozim, se për bandi me këtë pyetje, thotë puna e tij nuk e ka pikën e vlerës. Nëse nuk mujmë me ngje 1, 3, 4, 5, 6, 7 projekte, cilat i ka ndërtu e i ka lancu për këto vite të kaluam. Me këtë pyetje ti po supozon se vlera e kryeministrit ton veç motet për projekte që janë publike shumë ashiqare. Në moment ku ai e pren shëritin e lancon një projekt në ndërtesë të re, që ndërton diçka në infrastrukturë që nashta nuk ka ekzistuar përpara. Nashta e lancon një iniciative të re apo diçka që ka një logo edhe në event ku ton shkojnë me gazetare, me njerëz të famshëm e cingrojnë gotat. Suksesi i kryeministrit të Kosovës nuk motet veç në qëto sene. Këto janë bile më vetëm pika ma pa e veçantë për këtë atyne që janë të veçanta mja kushtu vëmendjen. Nëse ti fokusohesh në qëso arritje të mëdha që janë pak edhe për marketing, se ke kuptu çka është sinqerisht detyra e kryeministrit ton. Situata në Kosovë sot, sidomos kur të këshysh edhe çish ja kanë jap Kosovën, në çfarë gjendje ja kanë jap, për këtë tash më ndërtu diçka mi çat bazë që është plot korrupsione, plot hajnie, plot shfryzim, e tash po ankohesh se s'ka bëu kurrë për 7 vjet. Toka në cilën Albinio të mundu më ndërtu diçka, hala është çaq toksike, se në çat tokë asnjë fije s'ka më bi, as sana aty s'ka më rrit nëse toka është thjesht e dëmtume. Në tokë dëmshëm nuk rritet san, okay? San. Pa e livru në hera tokë, e me shëru për të këqijave, Albini s'ka më mujtë më ndërtu diçka të modhe si për faqësi, se keni ju qef me reshë ploka për arritjet e dikujt. Ai i ka të detyra totalisht ndryshe. Krejt ato tokë që janë privatizu, pozita në institucione që janë ja për familjare, shoqni, krejt ato sana se ky një herë duhet mi shëru para se sa ndërton diçka në top, janë qa shtrona, e qa shmorrin kohë, e energji, e njoftësi, po nashta edhe pare, se nuk është veni, më nejt aty në stom rrugë e mi thonë më falë, se s'ke ndërtu hala sen, nuk është koha për me pyet çka ke ndërtu e çka s'ke ndërtu. Ai hala është tu e shëru tokën tonë, e korrupsionin që na ka dite huna deri në fëqë të, okay? Ai ka të përgjësi shumë ma të veçanta se cilin projekt e ka ngrit për qëto 5-6 vite. E krejt që ajo punë është shumë e lodhshme, merr shumë kohë, edhe normal se gjatë qasaj kohë ky mirret me sanet që nuk shihen si përfaqësi, na menojmë se sot të po sen. Para se sa e veti Albinin për naj projekt ose naj ndërtema, naj diçka që se ka finalizu hala edhe mas 5-6 vite, ti sëllë shpinën, e veti krejt ata që janë kom para Albinit, e vete Ramushen, çka ka ndodhur me krejt projekte gjatë kohës ti. Vete thoqin, është tash për momentin hap këto xhiku, çka ka ndërtu ai edhe për kan. E kush përfiton hala sot pe krejt aty në seneve që qita i kanë bon të kalumen. Pse s'pësill shpinën e për vetë që ata që kanë bon, e për kan, e pse, e ju. Veti që ata, që ka ndodh me krejt ato pare që janë kont para pame për ty, për mu, për neve, për popullatën tonë në Kosovë, për nuk në kam rrinë gjepa tona kur. As të mitë tu, as të ti, as në spitalet tona, as në shkollë tona, as rrugët tona, pare ka pas gjë. Mos gabë, ja nis me besu diku që thot s'kem pas pare. Pare ka pas lëm, ka pas pare diasporës, ka pas pare Europës, ka pas pare të NATO-s, ka pas pare pejs disa grondeve ndërkombëtare. E donacione ndërkombëtare mas lufte ka pas pare shumë. Sidomos për një shtet në mallësinë e Kosovës, që nuk është e madhe, okay? Hamburgu në Gjermani, një qytet, i ka ma shumë banor se krejt Kosova. Nuk është që na kanë vjef neve çat shumë pare për me majt popullatën tonë. Do të thonë ka pas pare bëll, sidomos direkt mas lufte që na kanë dash më na shpëtue, më na ndihmu me ngrita vetveten, sidomos grondet europiane, ka pas pare bëll. Po pyetja është, e kjo është shumë e veçantë, ku janë shku gjithë çato pare masi ju ndaj popullate, okay? Pyetja nuk është a ka pas resursa, s'ka pas. Pyetja është ku kanë shku çato resurse në kohën e duhur kur kanë për mëna një mund neve. Tash, mas 25 vite, hajt nashta se 3-4 vjet, okay, fëmia e morrin për herë të parë ka 100 euro në vet. 100 euro në vet për çdo fëmijë në Kosovë nuk janë shumë pare për më thonë se si më kanë gjendje se 25 vjet ja bo këtë dhuratë të vogël të fëmijëve. Kena mujt gjë, po si ka bo as Ramushi, as Thoqi, as kërkosheq. Mes shteti e mes popullate, gjithë o kon dikush që e ka këshyr veten shumë ma shumë se popullatën. Gjithë. E tash për herë të parë, çaj person mes shteti e mes popullate nuk ekziston. Nuk ekziston dikush që e këshyr veten para tjerëve. Nuk ekziston. E tash kur ti e shën se ç'ish është kur merrte diçka për shteti, domethënë parja fëmijëve ose pensioni ose sa në tjera, ti thu, okay, sa po gëzohem, sa mirë, sa nice. Po ti pe harron se për 25 vjet se ke marr asnjë. E atëherë si janë ku, po apet je shkuja ka jap votën dikujt që të ka vjedh e të ka shfryzu për 25 vjet. E tash vjen e ankohesh për dikën që për herë të parë nuk është të këshyr gjepen
neve. Po atë që në fund të mram, as nuk i faj. As te, as ton qëtë se e kanë mendimin se na kemi një problem psikologjike mas lufte, se është shumë normal me pas. Na nuk jena mësu me ditë që është, më ta dash dikush të mirën, më të nejt dikush gati, mos më shfryzu dikush. Na qa që kena normalizu edhe në sistemin nervor, qësh është më shfryzu, qësh është më heke, qësh është më lëftu non-stop ka herë dhe me tonën, se nuk dim kur s'ka arme, kur s'ka njërë që të shfryzon, kur s'ka njërë që të vjell, kur nuk ka njërë në politik, nëse në politika lo ka po kërministri ju, nuk e këqyr veten para popullatës. Nuk i faj, se e ke mësu veten edhe na krejt në kolektiv jem pak shashtë, se i tutem shfryzime qaq fort, se ma para janë gjesim dikujt diçka që se ka, se sa jem gjendje me besu. Zënas që është kur dikush ta dën të mirën, kur dikush do më të nejt gati, kur dikush do më të brojt, nashta edhe prej vetvetes, se as ti nuk din që është me nejt gati vetet, e me këqyr veten, e me respektu veten, e me ndërtu diçka në vend se veç me mbrojt veten për të këqijave. S'ki faj. Okej, edhe pe koptoj. Na jena mësu dhe që është më rrit një farë sisteme ku dashnia, vlerësime, nashta dhe më të nejt gati dikush më ta dash të mirën, gjithë o konë si transakcion. Unë e të rigate nëse ti ma bën një të mirë, unë e du, unë e të respektoj nëse ti ma bën një të mirë. O konë gjithë me një kusht. Na nuk dim çka është dashnia pa kusht, respekti pa kusht, interesi pa kusht. Dikush më ta dash të mirën, më konë e interesum të mirën tone, pa kusht, na nuk dim çka është. Nuk dim ç'sh mundet më konë, më ta dash dikush të mirën, pa dash diçka prej teje. Pa më të lakmu, më të shfryzu. Nuk dim ç'është ajo ndjenje. Kolektivo fjala. Jem dyqysh në dyshim, thojmë, çka e ka dhënë, që po ma sill ç'është. Se s'dim, thjesht nuk jena mësu. Kosova si shtet, e na si popullat, e kena në kolektiv sistemin nervor të mësum për shfryzim. Na nuk e dim ç'sh është me unir rahat, ç'sh është me besu dikujt, ç'sh është më ditë se dikush ta dën të mirën. Neve gjithë një lider i fort e i mirë na ka do kur i ka bo sana diqysh me dhunë, kur o konë burr, që thonë i fort e diqysh i pak agresiv, o konë pak ma, më thonë, jo i but, se në krahasim me tonë përpara, Albini doket i but, kështë në pamje, doket shumë i but. E për që ata ka herë më doket shumicës të popullatës tonë nuk i mush sy, se na i na mësu me pa një farë bornie në politikë, se është shumë ma agresiv, se është shumë ma i ka përdhun e për agresivitet, s'po di që është me spjegu tjetër. E na keme noft se për një kohë shumë të gatë, pushteti veç ndërtohet me dhunë, veç ndërtohet me agresivitet, edhe me zër, po edhe se nuk ndërtohet pa pas arme, pa kon kundër dikujta diçkafit. E thash për herë të parë që përjetojmë në parti e në kryeministër shumë të shëndetshëm, na nuk dim ç'është më pushu në këtë besim, më pushu që mujna mja pas besën, edhe përse duket i but, po në vepra shihet që nuk është. Se na në trun do të me ndryshu perceptimin tonë ndaj dikujt, veç se duket i but në kundër tjerëve, nuk do thotë se është i but, e se nuk është në gjendje më bë diçka. Se kjo ka një parë që ka thonë diçka, mos gaboni më thirr për do toka me privatizu anej e knej, se nuk du me privatizu. Mos më ofroni pare që nuk e pranaj. Mos më thirrni jo biznesmena për na bashkëpunim se nuk jam e interesum. Sa shpesh Albini, tash unë jam pjesë e jetës ti, po e paramenoj se i ka shku çështë shumica e karrierës ti. Sa shpesh ka pas nevojë Albini mi thon dikujt jo, mi thon dikujt mos më hajde te dera se unë nuk jam e interesum në korrupsion. Nuk po du më ndërtu diçka në mënyrë të fllesht. Okay? Nuk jam interesum. Shumë rënë është në Kosovë, sidomos hala, non-stop me refuzu hajnin, se hajnia vjen te dera dhe të ofrohet ta bëjnë shishëm me torte e mesana, se mu pajtu me ta. Shumë ma zër është mu luftu non-stop kundër saj. E po shihet ashiqare, se ky me pas përdor hajnin kish pas një pasuni shumë atë molle për vetveten, se e ka refuzu. Edhe do të më konë shumë burr i fort për me refuzu të gjona se janë normalizuar në kulturën tonë, të më shku me huni bërek. E kjo nuk është diçka shumë unike në Kosovë, se çikellë psikologjie, se na nuk jem gjendje me besu dikujt që neve na don të mirën mas lufte, është diçka shumë normale që zhvillohet në çdo shtet mas lufte, se ka përjetuar një traumë që shekna përjetuar na. Është shumë normale më kon dyshim të mirës kur nuk jena mësu dikush që na dash të mirën. Se na nuk jena mësu me pranu të mirën pa ardh e keqja fill mra, pa ardh një dënim fill mbrapa. Nuk jena mësu. Edhe dikush më ta bë të mirën na thojmë, "Okej, e tash çka ndodh?" Thotë, nuk na vjen e mira pa na ardhur e keqja. Dhe tash kur erdhi dikush se sinqerisht na don të mirën, temel thelbit vet, e jo pedjeshët e pargjeshët, po mduket se 20 vjet Albini merret në politike më shumë, na ka dash të mirën, e se ka ndryshu qëllimin e vet për Kosovën kur. E instinkti jonë i parë nuk është më kon falënderues për shërbimin e tij që e ka bërë për Kosovën, si individ, po në fundëram edhe si bab, unë që më di gruaja edhe çika e tij jetojnë jashtë. Domethënë, ky gjë është i dalë prej familjes, edhe kjo është shumë një kontribut e një
shërbim për popullatën tonë shumë e madhe, se na ka harrojmë edhe Albini është baba e çikës vet. Edhe ai më kon larg çike, larg gruaje, është diçka shumë rënd, është një pagë që ai bën për të mirën e Kosovës shumë të madhe. Asa thos bën mja harru. Po na apet thojmë hajt sa ai ardh veç më na shfryzu. Edhe mas këtij në sanave, na apet menojmë se ai veç do më na shfryzu. Apet jem dyshim, apet kërkojmë vërtetime, apet kërkojmë një fjali, një diçka pe Albinit, nëse kërkojmë më shumë se halas ja kem besën, se na nuk jena mësu, mi besu dikujt që na don të mirën. Të këshësh hall, ç'është gjëna, se si jem gjendje me pranu të mirën e dashninë, që na rën dikush gati, që da don dikush të mirën për afat gjatë. Vend se më thonë diçka faleminderit për shërbim, faleminderit që pe kontribon diçka çaq të madhe për Kosovën, e që e ke dediku jetën tonë për të mirën të Kosovës, se nuk është lehtë, shumë më lehtë është më thonë, unë vdes në luftë, unë vdes për Kosovën, shumë më lehtë është se më thonë, unë po çuna për gjithë për zyte dhe për gjithë apet vendose, edhe jam i bindur që ja du të mirën të Kosovës, edhe nuk ka më lig kur. Shumë më rënë është më vendos për gjithë për zyte, se ja du të mirën Kosovës, se apet më mënu, edhe përse tonë janë kundër meje, edhe përse një gjithçka në për komente, në për televizore e lajme, nashta dhe ball në për takime, me mesazha, zotë din ty lifralloj mënyrave që ju teken Albinit. E për gjithë edhe përse e merr gjithë ato rrethje, për gjithë apet me bind veten e më thon, unë apet ja du Kosovën të mirën. Edhe përse Kosova mus ma don ka herë të mirën. Unë ja du Kosovën të mirën. Besoj se ka një pozitë shumë të rëndë. Po respekt për forcën që e kanë vete, e dedikimin, e dashnin ndaj Kosovës, se ka qëndru deri sot. Edhe që shpresoj ka më qëndru dhe shumë gati. Po nëse devijova pak prej teme. Se kur ti këshyri në dokumente për Juve, shumica për Juve ka herë shit lig, ka herë shit pajtu këtë tani diçka. Kosova s'po don më mirë me mua, s'po don më dashmin, po pa shoh na apeta jetën teme, le të bën Kosova çka don. Edhe Albini në mirë raste, 100.000 raste në shtaj ka pas, ku ka mujt më thonë atë diçka, mas këtë këti llomi që në po mirë me ta për gjithë, më mirë më qeton në me këshyr veten, me këshyr familjen tam, e mos më mirë me dikon që s'ka qef me pas veten mirë. Po apet ka vendos mos më lig, e apet ka vendos më mirë me Kosovë, e mos më lshu pa. Se na kem nevojë për dikon që nuk lshon pa. E Albini s'ka lshu edhe s'ka më lshu. Ç'është për shkakun s'ka më lshu pa. A din sa toka në Kosovë është pron e politikanëve që veç presin për me shi për ne që me dhe matë nolë. A din sa shtëpia, sa banesa janë të thota në për Prishtinë, në për Katunën, në për qytete, që veç janë të nejt, janë të grumbullu pasoni njerëz, e shumica që ty në tokave e shtëpiave nuk është pron e njerëzve se te si ona, po është pron e pasanikave, pron e politikanëve, pron e njerëzve që e kanë buat pasoni me hajni, ose tu e shfryzu dikan. E me ta timu për shkak në tokën ose banesat thota, nuk është një arritje që na kena qef me përmend për të mirë. Po na janë gjitim fill të keqen. Kur na tonë dim se në mënyrë globale është shumë normale me ta timu gjithë shkafin që veç rren. Nuk ka shtet në botë që shpërblen grumbullimin e pasonisë. Normale shpërblen çarkullimin e pasonisë. Domethënë kur parja lëviz, kur ti blen e shet e bën diçka. Çaj çarkullim e ndërton ekonominë. E normal e motivojnë njërin më çarkullu mes tatimeve. Se kur diçka është trajt me majt, njëri menon për me shi. Kështu se tatimi i sanave, edhe përse shumicës Kosovës nuk i duket diçka pozitiv, për ekonominë është pozitiv, për Kosovën është pozitiv. Kjo është arritje e madhe. Se garant ka pas njerëz që kanë luftu për mos me tatim. Garant janë shku njerëz të dera e Albinit, tash se metafor për morëm se nashta direkt të dera se kanë shku, po njerëz që e kanë ngacmu, me thonë mos gabë, me tatimu qito se ta bëjmë këto. Na halojim Kosovë, thuti jem mafia më e madhe në botë. Na nuk e dim sa ka hek Albini për me tatimu tokën e banesat thota. Na nuk e dim, po është diçka shumë e mirë që e ka bo për shtetin, për afat gjatë. Që tash po që tash, normal se s'na kona. Pa për afat gjatë, ka më konë shumë e mirë. Ose fakti që konë gjendje, mi shti firmat më mshjel që nuk janë të pagu tatime, që ekzistojnë në mënyrë ilegale, që nuk janë të lajmërume. Edhe kjo është një arritje shumë e madhe, se e pastron ekonominë tonë, e përgatit për tregun ndërkombëtar. Se për zisa dekada, firmat tona nuk kanë kontribu sen për Kosovë, po veç kanë marrë, nuk kanë pagu tatime. Nuk është okej me shfryzu popullatën e më bë parë popullatës pa pagu tatime. Okej, nuk është okej. Tani plus edhe nuk e kanë pagu punëtorë që duhet, edhe hala nuk e paguajnë punëtorë që duhet. Bashmir që i kam shilë disa firma dhe i shala më shilë edhe shumë a shumë, ose ja mundësan legalizimin, regjistruan si firma, paguajnë tatime normal, rruga e legalitetit është shumë ma e mirë. E qita Albini është të mënu mja bo të sheshem firmave, mja bo sheshem me pëncu njerëz me kontrata, mja bo sheshem me pagu tatime. Aje që të punë e ka, për me ndërtu e me zhvillu Kosovën drejtim dur. E përse që kjo nuk do këty projekt i veçantë,
Çfarë do më të bëj? Po nuk e ki gabim kur thu nuk u të ndërtu san, se para se ndërton Albini diçka, ajnëherë do të më mshël tana sane që janë ilegale. Tana, një ka një. Unë go mua dhe villat e mshël mas pare. Po nashta edhe çat pikë vjen. Ose me ndërprej korrupsionin ku vjen puna të ndërtimi e rrugave tona. Shihet ashiqare se e kanë përdorur ose materialin e lig, ose se kanë bën themelin çësho duft tash unë jam ndërtem, po shihet se nuk u ndërtu çësho duft se dikush në vend se me mor buxhin për materiale për punëtor, e ka shtit gjysën e buxhes në xhep vet. Okej. Për me hir krejt çito rrojet korrupsionit është shumë zër. Ose e patëm çat rast që u rrëzu krejt një urë me kirre, krejt o do për banesa e shtëpia në Fosh Kosovë që ndërtojnë një shtëpi me 10 kate për 4 muaj, mos pja nisem heq. Albini otomanu me kriju një sistem ku nuk është e veçantë, kon e ki gjallë tagjet, kon e ki tezak, kon e ki bagjanak, okej? E po, kjo s'është projekt. Të kuptoj se që kjo ty nuk duket projekt. Kjo është si operacion, të të mjanëru zemrën e shtetit. Okej, nashta zemrën, jo se zemrën e kena shumë të mirë. Po, unë besoj se shemboj ka bëllë çka është të ndërtu e të përmesu Albine me partinë vet për afatgjat. Mos e pyet veten çka të bëj sot për nesër, çka ka bëj dje e pardje. Po pyet veten çka të ndërtu sot që ka më të qëndru për afatgjat të mirën tonë. Tjetër pyetje, atë ski. Një gjenerat e re në Kosovë është të pa për herë të parë një kryeministër që nuk vjell, që nuk e kqyr pasonin personale, po të mirën tonë kolektiv. Dikush që i thot ju njerëzve që tjertë nështë ajo këshin tut me thonë ju. Që është e mojt në pozit në sytë publikut për cilës nuk o bo pasanek, edhe s'besoj se ka më bo në të ardhmen. Edhe është mirë që të bëhet, se pozita politike nuk është për më bo pasanek. Ky ka më konë shemboj shumë i mirë për krejt kryeministër të ri që vinë mas ti. Ky ka ndërtu një far standarde të ri që na përpara nuk e kena pas. Na nuk kem ditë çka është një pritshmëri adekuate për një kryeministër, po Albini na ka kazu është të na tregu edhe hala është të ndërtu. Se kjo është legacy që shtojnë e ti që është të ndërtu hala. Unë edhe përse s'kom nejt kur me ta, besoj se është njeri që nuk i lun fjallët a është privat, a është në publik. Ai e ka garant mendimin, integritetin, moralin, qëllimet e veta në jetë për Kosovë për vetë vete njëta, si mu full me të në sytë publikut, si mu full me të në jetë private, besoj se është njeri se nuk i lun fjallët. E në këtë standard, na nuk e kena pas. Është hera e parë që po e përjetojmë këtë sen. E kjo s'është kërgjohet që s'është projekt, kjo është ma e veçanta që na kena pas nevojë si popullat. Kena pas nevojë për dikën si Albinin. Se na ka nisa na e harrojmë se na çka e normalizojmë në leadership e njerëz që është për mja pas besën, na e normalizojmë edhe në vetë. Kur na e shohim një kryeministër me integritet e moral e që nuk e kqyr pasoninë personale, po e kqyr të mirën e kolektivit, na edhe veten ja nisim më pyet, okay, a është okay që të kqyri veten para kolektivit. Edhe standardi për vetë ndryshon kur na e kem një shemboj ideale para syve non-stop për gjithë ditë. Është diçka që është të formu krejt shoqërinë tonë. Veç fakti që ekziston Albini politik e që është në mënyrë çaq publike që është, edhe si ka lujt fjalë kurrë, është për mja pas besën, është të pas ndikim tepër pozitiv në moralin tonë si shoqëri. Është të ndiku që zhvepojmë na si shoqëri. E njëjta për shembull ka vlerë edhe për kohën e Thashit e Ramushit, kur një lider e normalizon hajnin e shfryzimin e popullatës, normal se dhe popullata thot atë çka mas edhe ata bojnë edhe unë po bëj. Ta normalizon edhe të keqen, domethënë lideri nal e normalizon si të mirën si të keqen. Tash në vare ka ne kem. E fatmirësisht që tash po që tash Albini të bën një punë shumë të mire jashta politike e detyrave që i ka si kryeministër. Na për një kohë shumë të gatë kena menoftë se më koni mirë në Kosovë është e pamundshme, se më koni mirë je budall, se më koni njërë me integritet e me moral, gjithë kanë më të shfryzu. Na në Kosovë e kena normalizu për një afat shumë të gatë, më konë korrupt, më konë e keq, më konë i pa moralshëm, më konë njërë pas skrupull. E kena normalizu, se edhe liderat e kena pas qështë. Është normal se popullata përshtatet me lider, është normal. E me nëru që thonë, me nëru shfryzimin e prej shfryzimit moral e integritet, është diçka shumë e rënë e nuk bëhet sot për sot. Veç se ka morë Albini pozitën se 7 vjet hajt, nuk do të thotë se ndikon film popullat. Me ndryshu mindset, mendimet e një popullat ose një shoqënisë bën me dekada, nuk bëhet sot për sot. Po, jem shumë pozitiv mirë për momentin. Po është një investim që ka më pas impact, e ka më ndiku popullatën tonë me gjenerata. E di që tash nuk shihet. Po unë në shoqëri
shoqnin teme, në rrethin tem, unë hetoj ndikimin, unë hetoj dallimin. Kur përmenet Albini, ti që është drejtuar njerëz. Ai ke pa kur filitet për Albinin, ti që është shtembre më kfill, ti që është nuk mundesh më thon gjithçka, se as ai nuk thot gjithçka. Nuk mundesh më sill gjithçysh, se as ai nuk sillet gjithçysh. Menon 3-4 herë për diçka, se thua diçka nuk është më norma jon, nuk është më normal. E normal se kjo që është e veçanta, ma e veçanta se mund vetë mu që ka ndërtu Albini deri sot, është standardi e një moralit e integritetit të ri që se kena pas në shoqni tonë. E ka kriju në standard, e ka kriju diçka të re, e ka bo të vlerëshme edhe ashtu e bo ma të vlerëshëm, dhe me shpërbly të mirën, nëse kena shpërbly të mirën. E kjo s'do thot se është perfekt, okay? Albini nuk është perfekt. Albini bën gabime, në thuajza gabime, se kanë të veç, është diçka tjetër, po nuk është perfekt, po na nuk është nevojë me prit perfekcionizmin për më konë dakord se 80% e punët e tij janë super për Kosovë, janë shumë mirë. Edhe na nisan shumë shpesh e harrojmë, po s'di që është çudi që harrojmë se s'është e mundshme me harru, se Kosova nuk është Zvicër, Kosova nuk është Gjermani, Kosova nuk është një shtet ku ne mosmarrëveshje politike mbet në parlament, okay? Nuk është. Historia jonë diplomatike gjithë u konë e mbosht me dhunë fizike, me nashta edhe ngacmim të familjes, nashta edhe me sene matrauna, që as s'kuxem i thonë në TikTok e as në YouTube. Ku nëse i ke thonë ju njerit gabum, të ka kushtu shumë, plus nuk ka pas holumtime ligjore kur. Nuk është se të ka mbrojt shtete si politikan ose se njerë privat, nëse je hongër me njerë të gabum në politik, okay? Politika e Kosovës nuk është veç në parlament, është diçka shumë e parregullum. Nuk është diçka e sigurt, më konë kundër dikujt që ka pushtet në jetën private. Na ka veprojmë se Albin Kurti është kryeministër e një shtetit stabil në Evropë, por nuk është një kryeministër e një shtetit në Ballkan me plot korrupsion, e shfrytëzim, e probleme thujazi mafioze, okay? Nuk është çaj lehtë më kon kryeministër e shtetit tonë, sa është nashta shumë a lehtë më kon kryeministër e Gjermanisë. A kur më duket edhe s'di se herë para gjyqjet se njerëz kanë thonë dojnë me vrau e sana. Është zor më kon kryeministër në shtetin tonë. E ajo është të navigu në farë situate në shoqërinë tonë, në politikën tonë, që është shumë e rëndë për dekada që njerëz e kanë mush me norma shumë toksike, se e ka kombinu që atyne që e kanë kriju në qatë pikë, ku pushteti e politikës, a krimes, a ekonomike, krejt ju në konë duhet njëjta, ku nuk ka pas dallim, ku nëse e ke njoft njerin e duhur, ti e konë fajn. Që du më thonë thjesht është që na nuk e dim ç'sh është më konë kryeministër i Kosovës. Na nuk e dim çka ka dëru deri sot, me çka o duf më ballafaqu deri sot, me çka o duf më merr ai deri sot në jetën përditshëm, për mi arrit ato sanet vogla që jo po thune, që i ka arrit deri sot. Na nuk e dim kush e ka thirrë notjen 1-2 për me ngacmu. Na nuk e dim kujt na duf më thonë ju kur e ka ditë që ka më pas pasoj. Na nuk e dim ç'sh është më tut, a i ndodh diçka grus tona e çikës tona, veç për punën që e bën. Na nuk e dim ç'sh është më konë pozitën e tij. Edhe kur s'kena me ditë, se ajo është një pozitë ku as nuk i shkon e përshtatshme më na tregu, nuk i takon mu anku faktikisht është dashmir ndash keq, e kish hup integritetin, e kish hup besimin, ai më nis mu anku. Edhe përse unë e di që garanti për jetën çdo sana, unë e di që ai s'ka me pranu këtë san fakt në mënyrë publike kur s'ka me pranu. Edhe më mirë është që se pranon. Po e ul kryt edhe punon. Edhe kur më duket nuk e kom ni tu anku. Ai ankohet për klan Kosovën që se paguën 26 milionera, cila është fajn mu anku, a përsana që nashta për një me e lojnë pa gjumë, nuk ankohet. E fakti që ai hala ka qëndru, hala mirët me Kosovë, hala është kryeministri i Kosovës, hala i thot ju kujna i takon mi thon ju. E hala lufton kundër njerëzve, kundër sistemeve që e din janë të na dëmtu neve si popullat. Për mu është diçka shumë e vlerëshme, se ka qëndrueshmërinë se ka pas kërkush përpara, e ka guximin që se ka pas kërkush përpara. Thjesht është bërë krytrash, është na kem nevojë për dikon me krytrash, me dikon që ka një qëllim edhe nuk devijan shumë nice. E kjo nuk është kërgjon heq, kjo nuk është s'ka projekte. S'ka projekte, se i ka shumë masanet veçanta me cilat do të më merr. E normal për dikon që veç i njen projektet, kjo si do këtë san. Ama kur ajonen që Albini e ka pasqyru për këto vitet kalume dhe besoj se ka mu vazhdu me pasqyru këtë krajan, është shumë i vlerëshëm, shumë i rrallë, shumë i vlerëshëm, shumë i mirë për Kosovën. E tash mos më thoni, kjo ka me Albinin. Unë nuk jam me Albinin, unë jam me qatë njerë që ja dën të mirën të Kosovës. Unë nuk e një kërkan në mënyrë të verbër, po e këshyre a ja dën të mirën të Kosovës popullatës
tonë, në fund të mram familjes tem, mu, se thash edhe unë jetoj në Kosovë, a na don të mirën. Unë jam oportuniste në politikë. Unë gjithë me një sy qel, një sy mshel flaj, kur është puna në politikë, se thom edhe për se m'pëlqen derisa nashta nesër bën diçka se s'm'pëlqen. Nashta nesër unë jam kundër teje. Por derisa është mirë, e kur është keq, është vend më të kritiku. Kështu se unë s'po them njekne me sy mshel. Po, të përgjithësinë për të mirën tonë, personale, e familjes tonë, nuk mundesh me atë transferu kërkujt. Ti apet do të më mirë me vetveten. Ti apet do të më mirë me politikën, më thon, am konvenon kja, s'm konvenon kja. Ku na mja e votën e kujna se vjet. Çdo herë që të vjen koha mu votu, apet do të më pyet veten, a e meriton që kënjë hala votën tam? Normal që do të më kon dyshim çdo herë që të vjen shanca, do të më kon pak në dyshim. Edhe është e shëndetshme. Çka po të më thon është se standardin mas cilët na jetojmë, domethënë standardi i integritetit, moralit, suvranitetit, këto ato sane që na i kërkojmë, tregojnë shumë më shumë për neve se sa për tjetër kanë. Unë standardin që e kam për Albinin e kam edhe për vetveten. Kur e du dikon me integritet e moral, s'muja zvet pakon njërë me integritet e moral. Nuk më me kërku diçka që s'jam në vete, se kjo të regon edhe shumë për mu, e për popullatën tonë. E nëse na nuk jem gjendje me vlerësu dikon që ka sakrifuar disa aspekte tjetës për të mirën të Kosovës, kjo thot diçka për neve, e diçka të pakonshëm. Nëse ty të kanë shku ma shumë vjet e energji mas urrëqjes ndaj Albinit, se sa të ka shku ma shumë mas urrëqjes e atyneve që na kanë prun këtë pikë, ti e ki targetin totalisht gabim. Ty ta kanë më konë nervoz, po me ata që e kanë pru Kosovën këtë pikë, e jo me ato që po mënohet me shëru, se me fajsu njona viktim tjetër, në qashtu po mdohet. As Albinit nuk i konvenon me pas Kosovën këtë pikë që e ka, edhe për të rëzër, edhe nashta i ka qef me pas punën pak ma let, po e ka rahi se Kosova. E krejt ata njerëz që e kanë pru Kosovën këtë pikë, aty ne i konvenon se ti merresh me probleme që nuk është problem, se ti merresh me një pyetje që nuk është pyetja e duhur. Pyetja e duhur nuk është sa projekte i ka bën, po aty ne i konvenon se ti merresh me çdo pyetje pa lidhje, vënë më thon çka ka ndërtu në shoqërinë tonë, jo vetëm projekte fizike që preken e që shihen, por çka ka ndërtu në moralin tonë, integritetin tonë, pikpamjen tonë, mentalitetin tonë. Te hojnë i konvenon ti më kon dyshim me të mirën. Shfryzuesit i konvenon ti më kon dyshim me të mirën. Se shfryzuesi ka qef çat dyshim apet më ta shfryzu. Apet më thon hajt votani te ona se ona apet e çes Kosovën. Me çka? Me çat shkollë që e ke bleu, me çka? A nashta me qëtë pasoni se e ke grumbullu për 25 vjetë, tash ka kap shtrese, se s'den ka qysh më mbijetu mo. Hajtë se ke palu pare bëllti, për më mbijetu edhe 10 gjenerata tua e garan. E tash për du më përfëndua pe që ku ja kom nis, se toka e Kosovës nuk ka që ndërtën mi ta, kur hala nuk është shëru për të këqijave që ja kena bon për s'disa vjetë. Toka nuk o kanë e për shpej fillime, po kanë vendos dikush me prish, e me bot pa mundshme më ndërtu t'i shkan ta. E që kjo që tash që ote livru tokën, nuk është qaj që e ka bot tokën këtë pikë. Po është qaj që të mënu me shëru. Bëni do pyetje duhur antarmen. Bëno ndëshim me njerëz duhur. Kritikoj njerëz duhur që janë konë shkaktu si këtoj situate. E moja përgjësin që aty në njerëzve të kryt, do të më përmen non-stop, s'do të milon më flajt rahat, se na kanë punë këtë pikë. As një shtet e shoqni nuk është në gjendje më ndërtu diçka në tokë që është deri në rroje me korrupsion, e hajni, e shfryzim, e sanet këqija. Nuk ka. E thash vetë vetën. A jam sinqerisht i paknaq me Albinin, a thjesht mu ka bon si shprehi. Bise e një gjithka edhe hajtë edhe me pëtham. A je sinqerisht i paknaq edhe pse, a vesh ka metë si shprehi.